Mirëdita të gjithëve, si kaluat sot. Dua t'ju tregoj një histori që më ka mbetur në kujtesë të njeriu që kam takuar në një nga këto pankinat. Nuk ishte këtu, po këtu jam në një zonë që është, le të themi, pjesa më e lartë që mund të shikohet, një nga pjesë më të larta që mund të shikohet Roma. Po ja u tregoj ku e quhet Gianicolense. Doja t'ju tregoja sepse është një vend përrallor nga këtu, Roma. Megjithatë, doja t'ju tregoja zotrin që kam takuar. Ishte një kohë dreke dhe kisha një takim për të bërë një audicion për një film. Edhe gjendesha pranë një pjace. Isha i detyruar që të prisja pak, sepse unë bëja gjithmonë që shkoja përpara se të kisha audicionin, shumë kohë më përpara, për shembull 15 minuta, 20 minuta, gjysmore më përpara, dhe pastaj mund të bëja audicionin, por shkoja më përpara dhe nuk futesha në zyra, por prisja poshtë, prisja diku, që të shkoja korrekt në orar. Dhe atë ditë shikoj një zotëri që ishte ulur pranë pankinës, kështu, dhe unë me qenë se s'kishte vend tjetër ula pranë tij. Ai më pa me kureshtje, tha, nuk e di se biseduam pas pak që biseduam, tha, po shumë njerëz tha që vinë, tha, nuk afrohet, tha, nuk rrin afër meje. Dhe kështu që nga këtu lindi biseda me të. Më ka bërë përshtypje sepse kur zbulova që kishte qenë një mësues, një profesor matematike, dhe e kishte lënë gruaja, kishte patur probleme me gruan, e kishte lënë gruaja, dhe fëmijët e tij nuk i flisin më. Kështu që ai përveç se gjithë çfarë kishte, pra çfarë makinë, shtëpi e tjerë, ja la familjes, ja la gruas me fëmijët, por në fund fare, edhe pse kishte pensionin, sepse erdhi momenti që ai kishte pension, se me ti pa punë, por megjithatë më vonë kishte ardhur momenti që kishte pensionin, u alinte fëmijëve. Dhe më ka bërë shumë përshtypje sepse unë u mallëngjeva, por ai fliste dhe vazhdoi të fliste. Sepse një njeri që jeton në mes të rrugës, pra ai flinte jashtë, ishte homeless, ose si mund të quhet, barbone. Ai flinte jashtë, flinte aty te pankina, dhe t'ia linte fëmijëve të tij, pensionin dhe gruas, dhe ajo mos ta mbante në shtëpi. Unë sinqerisht them që nuk e di, por ka diçka që nuk shkon në këtë botë. Është e vështirë të flasësh, normal, sepse ne nuk i dim gjërat se çfarë ndodh brenda një familje apo si janë në të vërtetë. Po, sidoqoftë, më vjen keq për çdo gjë. Kështu që dhe atë ditë kemi folur gjatë, edhe pjesa më e gjatë që kemi folur më tregonte për jetën e të tjerëve dhe jo të tij. Pra ai tregonte se si kishte mbështetur njerëzit, se si u kishte dhënë ndihma, se si në matematik ishte fantastik, dhe normal që ai profesor matematike, po ka edhe të mirë, që është e vërteta, sepse ka edhe nga ata që edhe pse janë profesor, nuk është se japin maksimumin, dhe thash që do të dëshiroja që të rrija më gjatë me të që të bisedonim. Dhe ndonjëherë kur takon njerëz të tillë, të ndryshon mendimin dhe si pasojë ndryshon jeta jote, sepse duke folur me këta njerëz, kupton në çfarë bote jetojmë, por kupton që je më i kujdesshëm. Ndoshta ky ishte problemi kryesor, që unë edhe pse njihja, edhe ndonse dikush thotë që po mirë ti ishe artiste, kështu artiste kanat, jo. Unë edhe pse njihja shumë vajza, nuk bindesha. Nuk bindesha sepse pikërisht pra nga këto që dëgjoja. Dhe doja t'ju pyesja juve, çfarë
mendoni për këtë rast ose për të tjera raste që si të tilla që ka njerëz me të vërtet që janë të mëdhenj brenda në shpirt dhe në jetë dhe nuk arrin dot ose jo nuk arrin dot, por edhe që nuk arrin dot që të shpalosin madhështinë e tyre ose të bëhen dikush, por nga ana tjetër kur jeta i dënon. Ju çfarë mendimi keni? Doja t'ju pyesja dhe për diçka tjetër. Shko se çfarë bën qetësia për shembull. Nuk jam rrjedhshëm tani në bisedën që po flas. Jo se e kam humbur, jo, por e krijon qetësia këtë gjë. Duke ndenjtur këtu me fjalë je i qetë dhe mendon, po mendoja pikërisht këtë, që ka njerëz të tillë dhe është të vjen keq ndonjëherë sepse ka shumë njerëz atje jashtë që nuk ja dalin dot që të bëhen të famshëm ose nuk ja dalin dot që të arrin sukseset e tyre në jetë çdo lloj qoftë ai, i vogël apo i madh. Dhe për shembull këtu në Rom ka rreth 5-6 milion banorë, lere çfarë thonë që janë 2 milion. Unë jam i bindur që mbi 5 milion 6 milion banorë, por nuk e thonë. Dhe tjetra, nga këta rreth 1 milion njerëz janë të paregjistruar për mendimin tim. Dhe po ti shikoni në çdo cep të Romës ka të pastre. Dhe flenë për pankina, flenë në ura, flenë ku ta di unë gjithandej, bile edhe në për stacione është plot. Do t'ju them bile këtu poshtë Giannicolense është një urë që shkon për Gregorio VII dhe brenda kësaj ure ka disa vende të kabinave të kabinave elektrike. Dhe një nga këto që ishte një kabin e vjetër, por vetëm pjesa përpara ishte e vjetër, pra ajo e hyrjes, një peruvian apo meksikan duket, e kishte bërë si shtëpi. Kishte vënë lavatriçe, frigorifer, çdo gjë, edhe jetonte aty. Dhe policia kur vajti që pas shumë kohësh që e zbuluan, ai kishte 4 vjet atje. Pra është të vjen keq ndonjëherë që një pjesë e madhe e njerëzve nuk arrin dot. Dhe si për shembull ky profesori matematikës që njeri fantastik, nuk ishte as pak i çmendur, nuk ishte as pak probleme, përkundrazi, njeri shumë fisnik dhe që ta shikosh në atë formë njeri të tillë, atëre mendon që diçka e trisht po ndodh atje në shoqërinë tonë. Diçka e trisht që njeriu shkel njëri tjetrin. Se unë mendoj që nëse nuk do të ketë vjedhje të mëdha nga politikanët, nga taksat, nga gjitha çfarë mendoni ju, pra aty ku buron paraja, unë mendoj që ka para për të gjithë, sepse një pjesë e mirë janë njerëz të ndershëm. Jam i bindur për këtë. Megjithatë unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Dhe ndërkohë që po bëj 2 hapa të tjera, dua t'ju uroj një ditë të mbarë, ju përqafoj dhe shpresoj sukses në të gjitha anët për të gjithë juve. Dhe nga thellësia e shpirtit e them, e shpresoj, sepse kohë të vështira janë dhe kam frikë se kohë të vështira do vinë derisa të rregullojnë gjërat, derisa të sistemojnë. Shpresojmë që këto lëvizje të mëdha që ndodhin tani kohët e fundit mos jenë shkak i disa problemeve, fillimi i disa problemeve që më vonë pastaj do krijojnë degradim të shoqërisë. Sepse nuk besoj që luftra të mund të ketë luftra, sepse kujt i intereson të ketë luftra. Ata që vendosin, që janë ata parët, nuk mundet. Dhe bëjmë pak zhurmë këte andej, po në fund fare, si për shembull tani deri tani kush fitoi? Amerika për shembull, nuk fitoi. Nuk fitoi që ndihmoi
me gjithë ato armatime Ukrainën. Në fund fare, u bëj gjitha e rumuj pa asgjë, shpenzuan miliarda dollar. Është turp i madh. Nuk e di se çfarë nuk shkon në këtë shoqëri. Megjithatë, kalofshin një fundjavë të këndshme dhe një diell të bukur.